kryengritja e fuqishme paqësore, rinore, qytetare, që kaloi 41 ditë me pjesëmarrjen më të madhe që nga vitet 90 historinë e vendit ka fituar mbështetje dhe simpati të madhe ndërkombëtare. Kjo kryengritje po gjen mbështetje të gjerë në të gjithë spektrin politik europian, por dhe qytetarët e vendeve të lira të Europës. Nga ana tjetër, Edi Rama damkoset çdo ditë më shumë si një narkodiktator, për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i Kuqi Edi Ramës është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti, por prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Po provohet ajo që ne kemi thënë me kohë, se SKAP-i është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizate saj. Kjo është e vërteta. Kjo dramë të mërshme që ndodhë në Shqipëri me eurot ka si shkak kryesor narko-eurot që futen në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini, shoqëri, që unë denoncova para 3 javësh shkarkimin e 3 kontejnerve plot me euro me vinç, ngarkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferra në kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë, duke tentuar për një mbrojtje, ka bler 1 miliard euro. Imagjinoni sa lek janë hedhur. Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i nderuar zotëri, nga narko-euro. 1.5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don ta ndajë dhe ta vjedhë së bashku me bashkiakët e vet. Është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale.